Por juve që dëshironi me votue Drita Pajazitin, edhe nuk e dini domethënë biografinë e saj ose historikun e saj, ju kisha ftu me kqyr çet video bashkë me mu deri në fund. Me numër 71 Drita Pajaziti. Drita Pajaziti ka përfunduar studimet në shkenca politike në Universitetin e Prishtinës, si dhe master në studime evropiane dhe administratë publike. Ajo ka punuar në shoqërinë civile për të drejtat e njeriut dhe fuqizimin e grave, si dhe në sektorin privat në pozita menaxheriale në fushën e sigurimeve. Në vitin 2025 është zgjedhur 2 herë deputete e Kuvendit të Kosovës. Pra, Dritën, ju kisha lutë më ma votu e tonë, sepse është shumë punëtore, është njeri shumë inteligjent. Pra, mas Albin Kurtit, edhe Glau Konjufsë, Drita Pajaziti është e treta në listën të cilën kom i votu e 10 deputet që i kom të preferum, edhe që menoj që kanë më ma udheq shtetin në mënyrën më të mirë që ekziston. Prandaj, po ju lus gjithë se cilit që mi adhon votën Drita Pajazitit, me numër 71, mos harrën, shkruanja edhe familjarëve t'ju që me votue këtë njeri drejt e të sinqert e të shkollume, sepse kuvendi jon ka nevojë për kësi njerëz. Opozita nuk i la me punue e me kallxu vetën, prandaj jep jani edhe një mundësi sepse e meriton.